Ashtu si në të gjithë Shqipërinë, edhe në Kukës u zhvillua censusi ndërkombëtar i shpendëve ujor dimërues 2026. Procesi i monitorimit u realizua edhe në liçenin e Fierzës, bën me dije administrata e zonave të mbrojtura Kukës. Ky monitorim i rëndësishëm synon identifikimin dhe numërimin e specieve të shpendëve ujor që dimërojnë në këtë ekosistem, duke kontribuar drejt për drejt në mbrojtjen e biodiversitetit dhe në vlerësimin e gjendjes së habitateve natyrore. Të dhënat e mbledhura do të shërbejnë për studime shkencore si edhe për hartimin e masave efektive për ruajtjen e natyrës. Prej vitit 1967, censusi ndërkombëtar i shpendëve të ujit mbledhet çdo vit të dhënat e çmuara për biodiversitetin fal angazhimit të mira vëzhguesve në mbar botën. Kjo nis përbën një nga burimet më të rëndësishme shkencore për mbrojtjen e shpendëve ujor dhe të ekosistemeve ujore, me 17-18 janar përmes Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, Shqipëria ju bashkua këtij monitorimi ndërkombëtar duke kontribuar me të dhëna të sakta dhe të standardizuara në nivel global.